Dashur miq, tentojmë edhe një herë të lidhemi drejt për drejt me të nderuarin Fadil Hyse, nëse tashmë e kemi në linjën tonë direkt, i themi mirëmëngjesi, ndoshta për të tretën herë nëse nuk gabohem. Mirëmëngjesi zotëri Hysaj. Mirëmëngjesi. Ja, tashmë se gjë është në rregull. Më duket rregull tash, më duket mirë. Zotri Hysaj, është kënaqësi që kemi në këtë linjë direkte dhe të kuptojmë pak më shumë rreth këtij edicioni të radhës të Etnofestit, pra që do të fillojë më 3 gusht dhe të dim fillimisht se cila ndoshta është e veçanta e këtij festivali në këtë vit. Po, në ky festival është një farë mënyrë vazhdim, kthejmë në fillim. Para 16 viteve, ne kemi fillu këtë lloj projekti me një qëllim, i cili realisht tash është temë, me shpëtu nga erozioni ose amnezia kulturore që e filloi me kap Kosovën pikërisht atëherë. Dëshira jonë me qenë si kur Evropa, me qenë si bota tjetër, kompleksi inferioritetit i një pjesës madhe të klasës artistëve, që dëshirishin mu bë dikushin në qarqet evropiane, edhe nga kompleksi tyre se nëse janë shqiptarë mundën me mos mu përfil, fillon me imitu trendet perëndimore, pas një identitet nacional, edhe si t'il u refuzun. Kjo është lajmi mirë se u refuzun, nuk marrun kur gjë të re. Pastaj ishte periudha e një agresioni të madh të kiqit të shundit që hyni me disa norma të një artit bastardhum, cili mundu me shit si art në përdarsma, edhe ahengje ndryshme, cilat realisht fillon me marrë me pushtu sallat e dasmave dhe një farë mënyrë sigur se rritet e mortit që u arabizun, rritet dasmave u turqizun krejsisht, nuk meti kurrë shqiptare në atë. Një farë mënyrë edhe elitat kulturore fillon muni sigur se janë në një terren të papërshtatshëm për mu zhvillu. Kjo ishte fillimi, po se kishte një tendencë mu zhduk edhe gjurmë të kalumës. Në përfshatra fillon me rënu, me djeg, shtëpit e vjetra, hamart, koshat, çdo gjë që një farë mënyre ja kujton të ato që kanë qenë përpara. Edhe kjo ka qenë momenti ku unë kam vendos me hyrë kësaj pune, ku ka kemi fillu me instalu, me sjell shtëpi të rrezume, materialet ndryshme që natyralisht kanë qenë braktisuna, dhe ka fillu mu themelu në kompleksi që sot është më i madh në Ballkan, ku ka shumë skena, ku shumë galeri dhe ku bëhen fastet gjitha, një festival i madh i arteve dhe kulturës tradicionale, ku janë përfshirë gjitha artet dhe në farë mënyrë kultura tradicionale bëhet si burim frymëzimi për to, për me dhënë identitet dhe me dhënë një formati që kish me qenë i pranueshëm edhe për kulturën evropiane, edhe për neve më na shpëtu nga ky erozion kulturor, edhe kjo lloj amnezie kulturore. Harres kryesisht, se na fillon me dëshirë me harru vetën, edhe me mendu se na tash ka koha, jemi shliru, jemi bo shtet, na bëhemi tash si këtë tjerë. Ky ishte një rrezik i madh. Një farë mënyrë, unë si artist që kisha një përvojë gati gjysmë shekullore, mendova se kjo është misioni, i cili unë duhet me kushtu këtë pjesën e vjeshtës jetës, faktisht kështu më me thonë, dhe një farë mënyrë u kriju kjo një farë lloj oaze kulturore ku fillun artistët me ardhë, njerë nga korreshtja, me kuptu çka është kjo, pastaj fillun mu identifiku, edhe kur fillun me ardhë çmimet në për bienale, festivale ndërkombëtare, kur fillun me knu Shqip, me ekspozu Shqip, kur fillun me pase ajo është përshmohet më shumë, kur fillun me pas respekt për punën e tyre, sepse ata dërgun në Evropë veçantitë e këtij veni, prej shkamave, në për bienalet Venedikut ka fillu me shkoma, suksesi po. Kështu që ndodhi një kthejse mirë, kjo na inkurajoi dhe vazhdoi pastaj mu rrit, edhe
etnokompleksin Kukaj, që është një farë mënyrë u bë i përshtatshëm për këtë lloj të artistëve këtu, edhe filloi u rrit programi. Sot shembull jemi në edicionin e 16, kur janë 64 programe artistike edhe kulturore, me hapësinat shumëta, vetëm ekspozita janë 13 ekspozita shumica individuale. Faktikisht individuale janë të gjitha. Dhe kjo është lajm i mirë edhe për kulturën shqiptare, edhe për kulturën përgjithsisht në rajon, se Ballkani ka vërtet shumë çka që ka mujt me rujt dhe ka mujt me pas me qenë inspirative për artin modern. Në një farë mënyre kemi ardhur në pozitën që kur kemi fillu me mendu se kemi mbri një stad, që më thonë kulminacionit që si këtë ditë po ndodh me një program të jashtëzakonshëm me elitat e artistëve dhe të kulturës, qoftë nacionale tonën edhe ndërkombëtare, që është e pranishme këtu te na si vjet. Por fatkeqësisht po ndeshemi tash me në atë sulmin e fundit, që agresioni kiçit fundit edhe kësaj dasmave që janë të shëmtuar me kiçin e saj, e cilat realisht shkatrojnë palcën kurrizore të kulturës shqiptare, me një zërim të mërshësisht fuqishëm, i cili nuk është më që i ka ndot kulturalisht Kosovën, por ka filluar me ndot ajrin që e marrim na. Në farë mënyre, kjo farë ndotje akustike është bërë pa durueshme, njerëzit mos mund me jetu. Na ka ndodhur, na kemi shpresuar se nëse dilet nga qyteti në për zonat mbrojtuna, s'pakun në për këto zona ka me ndodhur një qetësi që artistat kanë me qenë frymëzuar dhe kanë me fillu kulturalisht moni mirë. Por çuditërisht tash ka fillu një tendencë shumë e rrezikshme, për cilën shteti duhet me ndërmarrë urgjent të shpejt, se këto me kursy spaku zonat rurale nga agresioni i shfundit darsmave edhe ose hapësinave që po marrohen për me ikë qyteteve, edhe me një farë mënyre me bë pamundshëm jetën edhe në për zonat që nuk janë urbane. Qytetet një farë mënyre mund të thonë që janë shkatruar për këtyne lloj aktiviteteve që një farë mënyre na më ndasmave apo tyne. Mendoj që është dashur shumë seriozisht në marrë këtë punë, që me mujt me pas një liri edhe një hapësin, një habitat kulturor, ku kultura tradicionale edhe artet kanë mundësi me mbjetu edhe me dhonë më të mirën që mund. Kjo mendoj që është baza, si vjet e kemi temën që ka të bëjë me kujtesën, që thamë që kemi fillu. Në kuadër kësaj teme janë bërë gjitha programet, 64 programe sa janë, kryesisht një farë mënyre, secila mënyrën e vet e trajton këtë problematikë. Dhe po mundohemi me vunë, me ja kujtu njerëzve, bamendja, me majt men më të mirën, është shumë e rëndësishme edhe me kujtu të keqen për me fitu një imunitet kulturor. Ne kemi nevojë për një imunitet kulturor. Nëse nuk du me qenë margjinat historisë, margjinat civilizimit. Kjo mendoj që alarmi, kombanat e alarmit kanë ra, duhet me fillu me ndëgju vendim marsit. Ato kombana, para se me qenë vonë. Dhe sigurisht që gjitha këto se çfarë ju pi thoni, zotë Rysaj, janë dhe qëllimet që ju kanë shtyrë të realizoni një festival të këtij siç është Etnofest. Dhe të ndalemi tek Etnofesti. Më intereson se ju kujtohet se cili ndoshta ka qenë ai momenti më emocionues në historinë e Etnofest, edhe pse çdo moment e ka të rëndësinë e saj dhe çdo edicion, po ndoshta diçka që ju ka mbet në kujtimet e juaja dhe që nuk do e harronit kurrë ndoshta. Kujtesa, ti kthehemi pra. Të mbrapa pak në kohë. Më këthy për fillimit ju duhet një 2 orë emocione. Jo.
ndonjëherë tjetër. Mendoj se ka shumë, dhe secili festivali ka pas momente të veta të jashtëzakonisht mira, po në njëjtën kohë ka pas sfida të cilat kanë qenë dërmuese. Ne kemi sfidën në organizim, sfidën e përkrahjes nga institucionet që paguan dhe mbledhin nga tatim pagus buxhet për me mbështet kulturën. Ne jemi lajmi keq, përthash që lajmi keq është se në 16 vite kemi programin më të madh në Kosovë të aktiviteteve të arteve dhe kulturës në një vend. Kemi kriju, jemi festivali vetëm në Kosovë i cili ka kriju, e ka hapësinën e vetë, e ka infrastrukturën e vetë që kemi kriju na. Nuk kemi pas kur mbështetje për këtë ambient, i cili është në mbrojtje, është në trashëgimi, si i tillë, po nuk kemi pas asnjëherë mbështetje qoftë edhe për një buxhet vogël për me pastru këtë, për me mirëmbajtje. Në njëjtën kohë për aktivitetet tona të kulturore dhe artistike që mbajnë qenë përsërisht me numrin më të madh të aktiviteteve, dhe gjitha janë të karakterit artistik. Kemi qenë të ranguar në kategorinë e tretë. Do të thonë kanë pas buxhet më shumë se na, disa organizata të cilat realisht nuk i njeh kërkush Kosovë, ose janë këtësisht anonime, janë të pa me vlera në krahasim me etnopestin janë minuar. S'du me nënshmu skend, por një festival apo shoqë i cili ka 5-6 aktorë, njëherë për dhe shfaqje ose qofshin ato dhe studentore, pa dasht me nënshmu skend. Por na vetëm një ditë kemi program më shumë se disa festivale bashkë për tonë këtë aktivitetin e të një. Besoj që kjo fazë po kalohet, shpresoj shumë se më në fund, mas 16 vitemi, kemi fitlu me pas me mendin institucioneve vendimorëse këtë festival. Dhe kjo mendoj se ka ndodhë për fat mirë dhe për fat keq, si doni për merrni këto. Kur ka fillu, mu interesu bashkësia ndërkombëtare, njerëz që nuk janë të Kosovës, kur kanë fillu me pranu si vlerën më të madhe të këtij vendi, këto pikërisht që kemi na këtu. Mirërisht, po duhet me na thonë do të huj që kjo që kemi na vlerën, për me fillu këta tonë me kuptu që kjo qenë ka vlerë. Kjo është një lloj skeme, edhe artistët e shkret duhet me dalë jashtë, me marrë një çmim dikon për një respektu dikush të në Kosovë që kanë bërë diçka. Nëse nuk thot dikush anglisht ose frëngjisht që ti je i mirë, me ja thonë gjuhë shqipe këta nuk e problem askush. Qoftë ai edhe një huj, nëse na flet shqip, neve nuk na pëlqen kjo punë, duhet përmes përkthyesi na thonë diçka. Edhe kjo është një emocion i momentit, me cilën na po njerisht po ndeshemi, me shumë sirësi, me një staf shumë vogël, punojmë një punë për cilën dikun tjetër, që është e ngjashme, duhet më punësu 100 njerëz. Me këtë buxhet që kena na, nuk na mjafton as me mirë mbajt këtë kompleks që është shumë i madh, si i tillë. Në të them edhe njërë është më i madh në Ballkan, është i vetmi i tillë, ku të gjitha artët, këtë kultura ka habitatin e vet. Ku mundet më zhvillu, më rrit, më kultivu deri në finis. Po shpresoj që kjo do të ndryshoj, jam optimist, mendoj që më në fund po lëviz diçka të mirë në këtë plan, shpresoj që kjo vërtet të jetë serioze. Pavarësisht të gjitha këtyre telasheve i nderuar, ju nuk ndaleni dhe vazhdon që ky festival jo të mbijetoj, po të jetoj dhe të sjell shumë çka të bukur. Çdo vit sa i vije i mirë e më i mirë, me një program teje të pasur dhe unë vetë kam qenë vizitore e këtij festivali dhe vërtet fjalët janë të pakta për ta shpreh atë se çfarë mund ta ndjesh vetëm po që se je prezent aty dhe ta shohësh atë fshat aq të bukur dhe atë rregull cilin ju e keni krijuar aty zotri Hysaj. Po mesazhi, cili është mesazhi që ju tentoni të përcjellni përmes këtij festivali tek të rinjt? Mesazhi
është i njëjti çdo vit që mundohem me bartë dhe mendoj që fatmirësisht ka fillu mu lezu mirë dhe trit janë tash plas ka fundi janë audienca më e numërt e këtij festivali. Kjo është lajmi më i mirë. Ata kanë fillu me kuptu që disa vlerat të fuqishme, të jashtëzakonshme ekzistojnë në prind dhe prindet e tyre. Në një mënyrë duhet më kthy mbrapa në këtë kopshtin ton kulturor të harrum ka vlera të jashtëzakonshme. Është koha që na mi fillu mi pa ato para se më na tregu të huj që kjo që ka pas kjo është e mlefshme. Dhe mendoj që kur kanë kuptuar që kur keni identitet kulturor të vlen shumë fish më tepër se sa kur emiton identitetet të huaja. Na kemi sfida që një farë si Murtaje ka përshku shoqërinë e Kosovës, sidomos e Darsma dhe e Mortit. Nëse këtu nuk vendoset urgjentisht një lloj randi, një rregulli, më liru spaku prej këtyne zhurmave që t'i shpojnë timpanat e veshve, që kanë ardhur në fshatra mjerisht, dhe me kultivu një art muzikor, një kërcim kulturum, i cili nuk është i shprenum, nuk është kjo farë tendencat e tallavas, jo që janë më të shëmtume, pa ato shkaktojnë një erozion, shkaktojnë një amnezi kulturore të mërshme. Kur gjë Shqipe s'ka atje, edhe kur hendi shka Shqipe, kjo është më e çuditshme, më e rënda, ajo kthehet në një verzion tallavas, kthehet në një verzion të muzikave që nuk janë Shqipe, pollare, edhe qëllimisht bastardohen, meni ndoshta ata besojnë se ty e bën jo Shqipe, muzikën Shqipe, ajo mund të më qenë më e përnushme për ata që kanë qenë në ksy, kanë qenë në knaq, që shpotojnë këta. Përlarisht kjo farë dëshira për më knaq me diçka që nuk vlen kur gjë edhe shkatron kulturën e pararzëve tanë, mendoj se është një diçka që është dashur më rujt. Faktësisht me bë diçka që më pengu. S'kam që me pengu as darsën, as me pengu kur gjë. Por një farë mënyre me dhënë orientime, dhe favorizime, me gjetë një mënyrë se si me shëru këtë smundje të rëndë që ka fillu me kaplu Kosovën, sidomos gjatë stinës verës. Stina tjera janë stinë të morteve, që janë të mërësisht shëmtume, të mërësisht jo shqiptare, në të nga pikat, nga gjuha që përdore që së shqipe në asë ritual, dhe këtë tjera të forma të ritualeve. Reforma duhet të fillu të ritualet. Pastaj vijnë të tjera. Por përdorimi i teknologjisë fuqishme të zërimeve është faktikisht ajo që rrezikon më shumë ti. E drejta me pas me qenë qetë sidomos fshatra, me një zogjt fshatra, me çu jetë qetë spaku gjatë verës, është të cënuar me rand. Mendoj që qeveria duhet me urgjentisht me kriju masa që nëse s'kan arrit me shpëtu qytetet, me shpëtu fshatrat të kësaj tendence. Kuka është një prej tyne, që është në rrezik tash për kësaj. Ne kemi tash një tendencë të tillë këtu që kemi dashmë për natë, edhe kërkush s'mundet të me plajt, duhet më çu me shku me plajt Prishtinë. Mendoj që institucionet e Kosovës duhet me fillu me bë diçka për me shpëtu këtë vend spaku, po dhe vende tjera cilat menaxher ndryshëm kulturor, ashtu që të nëqitojnë vetet kulturor, po të kthyen në bizniseve, i kanë fillu me targetu hapësinat fshatrave për diçka tillë. Mua më ka afruar më një herë një tillë, që më ka pyet çka është çmimi, cili është çmimi që na jemi të gatshëm të po gjitha më në lodh këtë hapësinë për darsma. Edhe me hy këtu tallavaja në këtë institucion. Natyrisht që diçka tillë ne kam refuzuar dhe vazhdojmë me refuzuar sepse mendoj që këto zona duhet me hyrë mbrojtje, do të bëhen zona të mbrojtura. Nëse këtu nuk veprohet shpejt, edhe fshatrat kanë u përshku për kësaj Murtaje, e cila në emën të hengeve, në emën të kishet se dikush marton herën e parë djalin, se të ka drejt me martu, se ka drejt me knaq, por diçka duhet me bën shteti. Që kjo lloj shihet e ulta, shihet e smuta. Zotni Hysaj, mes me dominu. Kjo është sa. Ti kthehemi sërish të Etnofestit. Cilat janë risitë që i sjell ky festival këtë vit?
Tash këtë vit e kemi temën e kujtesës në gjitha planët, në ekspozita, në shfaqje, në koncertet muzikore, në debate, në infrastrukturën e modelume si instalacion, se cila pjesë edhe ambientit edhe festivalit një farë mënyrë reflekton për kujtesën. Kujtesa si një bërtham kryesore e identitetit një popull. Një popull që ka zgjedh me harru edhe me mendu si tash menojmë në kash e arme është të rëndësishme me kalumë në zblem kuzha, një politikë cili ka qenë që armistë të Kosovës se kanë bartë shpesh edhe përmes politikës ndërkombëtare në Kosovë, me harru të kalumën, nuk në kupton me harru kulturën e kalumën. Nuk në kupton me zhduk identitetin tënë dhe më boti kusht tjetër. Do në mendoj që shumë kohë është humbë dhe duhet kohë më rikuperu jo që ka ngel dhe ajo që mund të rikthehet. Ne kemi nevojë me kujtu çka është vlerë të kalumës, kemi nevojë me kujtu ajo që na ka lëndu shumë edhe si duhet më dalë prej asaj. Tu kemi temat edhe të periudhës luftës, kemi zonat që kanë qenë të lumtuna, ka shumë shka që kemi nevojë me kujtu edhe me modelu artistikisht, edhe në muzikë, edhe në arte figurative, edhe në arkitekturë, edhe në mozaik, edhe në grafik, edhe në zanatet vjetra që do të miri këty. Gjitha lamite mund shme të artit i kemi këtë të pranishme, edhe këtë komplet gamën e trashëgimisë cilat institucionalisht që është me mbrojtë shteti i kemi të pranishme. Ndë kjo është një institucion shumë i madhë, në hapsin edhe në kohë, edhe në performim. Artet e ka një habitat, ato komunikojnë me njëna tjetër, i marrin një apin dishka njëna tjetërës këtu, edhe publiku ka mundësi që mërana një dite me përcjell gjithçka në gjitha artet, edhe me përcjell gjithçka nga gastronomia vjetër, nga mënyrat të ushqimit, deri te arti abstrakt, me pikturë. Mendoj që ka që shumë, se tash që se une hyjmë ju të rënë një dhe për jetin e gjatë 4 programeve, janë qatë shumë, mbi 300 artistë janë që marrin pjesë këtu. Se cili që ja kësha përmo në amnin, muj me hyjnë hak dhe kuj tjetër, kështu që muni me hapë e keni në të fest programin, se cili mundet me pas sa shumë ka, dhe shpra programit cilësore dhe i madhë është më rana, edhe mundet me zgjedh, cilën ditë kur donë, por e di që ata që vinë një ditë, vinë çdo ditë. Këtu, i ftoj që njerëzit vinë, shohin edhe mendoj që kanë me pas një lloj, për përdori termin, pra përshtatshëm një ekstazë të mirë, kulturore dhe kanë mundin shumë të përmbushëm. Kështu ka ndodhur me të gjithë, mendoj që si vjetë do të ndodhë edhe këtë vit. Zot Rysaj, unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë linjë direkte, dhe ju dëshirojmë shumë suksese dhe pashtu dhe ky edicion të vete si është më së miri. Dhe ju prifte mbara në punën tuaj. Falenderit edhe juve shumë. Ishte kënaqësi vërtet. Ashtu.